Drejtoria e Kulturës në Ferizaj filloi përgatitjet për çmimin tradicional Finesa. Drejtori Naim Ferrati, përmes një konferencë me gazetar, bëri publike që si vjet ky çmim do të ndahet për figurën e shquar Ismail Kadare. Por jo vetëm kaq, në kuadër të rregullorës komunale për emërtimin e shesheve dhe rrugëve, Drejtoria e Kulturës ka propozuar që sheshi afër teatrit të emërtohet pikërisht me emrin e shkrimtarit Ismail Kadare. Sigurisht që ky çmim neve na bën nder që t'i ndojmë një personaliteti çfarë është Ismail Kadare, dhe ky komision ka shqyrtuar çdo mundësi që ky çmim ndërzohet sa më shpejt tek Ismail Kadare të fituesi i këtij çmimi këtë vit, dhe sigurisht në kuadër këtyre takimeve që kemi ne si Drejtoria e Kulturës, por edhe me komunitetin tjetër, me përfaqësuese organizatave shoqatave dhe klubeve kulturore, dje përveç ndarjes së çmimit është nxjerrë edhe një propozim i cili sot do të dorëzohet pranë Kuvendit Komunal të Ferizajt dhe Komisionit për emërimin e rrugëve dhe shesheve në Ferizaj, që sheshi tek teatri i qytetit të emërohet me emrin Ismail Kadare, dhe besoj që ne shumë shpejt do të bëjmë njoftimin edhe për media dhe për qytetarët për ditën dhe kohën e arritjes së shkrimtarit Kadare për pranimin e çmimit Finesa dhe për hapjen apo për mundësinë që Kuvendi besoj që do ta aprovon këtë miratim të emërimit të këtij sheshi edhe për zbulimin e kësaj hapësire me emrin e tij. Kjo ngjarje do të ndodhë në muajin prill, ndërkaq ftesat dhe përpjekjet që Ismail Kadare të vijë në Ferizaj, sipas drejtorit Ferrati, kanë filluar çmoti. Ai është optimist që Kadare do të marrë pjesë në këtë ngjarje kulturore. Ne kem pas kontakte të vazhdueshme përmes mezhve tonë dhe sigurisht edhe përmes kryetarit komunës zotit Sforqa me Kadaren. Kem pas takime edhe në vjeshtën e vitit kaluar që tjetaj në kohën e vjeshtës dhe dimit apo në kohën janar në Ferizaj, por për shkak të kushteve atmosferike dhe për shkak kohës së ftohtë, kjo kohë është prolonguar deri më tash dhe ne presim që gjatë muajit prill, përafërsisht muajit prill maj, që ai do të jetë në Kosovë dhe në Ferizaj që të pranon këtë çmim dhe sigurisht që ta ketë edhe një takim dhe një aktivitet tjetër përveç çmimit që do të zhvillohet atë ditë gjatë ardhjes së tij në Ferizaj. Drejtoria e Kulturës paralajmëroi se ardhja së Kadares do t'i paraprijë një organizim dinjitoz, ku do të ketë të ftuar edhe shumë personalitete të shquara nga vendi dhe rajoni. Ndërkaq komuna do të përkujdeset që ajo ditë të ngjajë në një ngjarje shumë të madhe kulturore.